Do të shkojmë drejt për drejt në një protest të banorëve të Rëshenit përpara Ministrisë së Infrastrukturës për hidrocentralin Kaçinar. Edhe ka del kjo paketa maleve, e shatë do pakende maleve, shatë do investimin, shatë do turizmi, kur s'ke uj, e kur s'ke ku me po ndërtim. Po t'ishte puna për të po ndërtim hotele, për të mirën e komunitetit, për një tarë të zonës, imi këtë dakord, ulla, bisedujmë, flasim. Por pas e loj kontrate, se prona nuk lëshot pa kontratë me aktën notariale. Për me qenë e lishme, edhe unë ka shkisha artë, ju falendërit gjithë, nështë të pun bender me nëj fjallë, besej se nuk u besdis, edhe fjallën ja jep Fran Nois. Ja, këtej. Jo, janë herë do të përshnesje. Spari ju përshnes pjesëmarrës të Kaçinarit, vëllezër dhe motra. Sot jemi mbledhur këtu të një problem që është shumë madhor për jetën e gjithë banorëve të Kaçinarit. Ndërkohë, unë nuk kam të shtoj më shumë se sa inxhinieri Gjon Pietri, një njohës i mirë i shpimeve dhe i ureve në toksor të gjithë Shqipërisë. Por, unë do të bëj një thirrje vetëm për specialistat që i kanë qenë pjesë e firmëtarëve që e kanë formuar dokumentacionin për ndërtimin e heceve. A i din ato shok, dhe shoj që specialistët pëse jetën mbi tokë, ndërtohet mbi 3 komponentët, drita, ujë dhe ajri, pa këto, a ka jetë, në që është do t'i marret ujë, ku do shkojë populli Kaçinarit? Si mund të jetojë atje? Nëse ujë do futet në për ato tubat mbyllur, ku do pinë ujë? Kafshet e egër, ku do pinë zojës, grabitçar tjerë, Zvaranikët, ku të pinë ujë? Ato banorë që janë atje të dërojnë të shkullin për atyre, sepse do të sulin të këburimet e pishme. Prandaj, duke ditë damin e madhe që sjellin, duke minimizuar në minimum mbjelljet, jetën e banorëve atje, jetën e kafshët e egra, jetesën, ne i bëjmë thirrje Ministrisë të Industrisë dhe Minierave të anullojnë koncesionin. Është një koncesion që është ndërtuar mbi bazën e falsifikimeve tek ato që kanë interesat e tyre atje. Prandaj edhe një herë, ne populli Kaçinarit do të qëndrojmë të bashkuar në mbrojtjen e interesave tona, në mbrojtjen e tokave të shtëpive tona. Çdo familje mbrohet me forcën e saj ndaj atyre që e sulmojnë. Edhe ne aktualisht firma ndërtuese po na sulmon. Ne do mbrohemi edhe një herë. Edhe shteti mbrohet nga sulmuesit e jashtëm. Prandaj ne edhe një herë ju bëjmë thirrje të bashkohemi, ta mbrojmë, sepse punojmë për veten tonë, për fëmijët tanë dhe mbrojmë interesat tona. Faleminderit edhe herë për pjesëmarrjen. Kam zërë me maj letrat, po të një ka letri. Hipur. Pa, nalë shumë. Përshëndetje. Të nderuar popull punëtor, bujor e trimat Kaçinarit. U falenderoj për pjesëmarrjen, për qëndresën tuaj ndër vite. Kemi protestuar shpeshherë në katunët tona, në pikat e ndërtimit, në vendburimit e deri para pushtetit vendor. Do pëjti ka pak se kam një dorë të smunë. Pëjti, e ma se lupi se visë kamal të kalitaj. Bukur. Por, nuk kemi gjetë zgjidhje e nuk jemi dëgjue. Prandaj, sot kemi ardhur këtu para pushtetit qendror. Të më ngrejmë zërin për pasurit tona, siç janë ujë, tokat, trojet, mullit, stanët e bjeshkët tona. Populli Kaçinar ka jetuar me shekuj në Kaçinar, falë Zotit, natyrës që i ka dhënë ujin e tokat pjellore e malet dektorale. Disa grupet e errët në bashkëpunim me pushtetar po duhen të na vjedhin pasurinë tonë më të çmuar siç është uji. Për këtë nuk ka jetë dhe duhen të na lanë si peshkun mbrënd.
të praktisim vendbanimet tona, të kemi jetue ndër shekuj, po na kërcnojnë, po na përqajnë, në mënyrët më të ndryshme e më të dhunshme, që ne të tërzohemi, por jo. Duhen të na i kthejnë pronat tona në përdënim të tyre, si që janë ujë, tokat, trojat, vrështët, e të gjitha ato që disponon fshati. Prandaj kam një pyetje, more qeveritarë, na thoni çfarë investimi i keni dhënë Kashinanit për 30 vite? Asgjë, zero. Pra, në Kashinan nuk merret asnjë shërbim përveç 2 apo 3 infermierëve që punojnë pa kushte minimale. Zonja Ministre, kemi respekt si femër për një institucion që të i drejton kaq të rëndësishëm. Pra sot kemi ardhur të protestojmë para dikasterit ku të i drejton, për të drejtat tona, për pasurit tona, për padrejtësit që po i bëhen Kashinanit. Keni formosur për punime hecësh në mënyrë të pa kontrolluar e të pa studiuar nga një njëra specialist në teren. Pra, ju me këtë investim bëni më shumë dëm se fitim. Kur ministria jetën e punon në Kashinan e populli në Tiranë. Prandaj, do t'i bëjmë një thirrje. Mendohu një herë se ki popull ku do t'jetoje, t'i humbas të gjitha ato që ka ndërtuar në trojet e veta ndër shekuj, t'i morri shujt, i ke marrë shpresën, ajrin, diellin, edhe ke lënë zonë të pabanueshme. Ta përgjeni, në vitin 2000, populli Kashinan ka qenë mbi 5.000 banorë. Prembi, le mam janë me thënë. Sot llogarit i bani ju. Pavarësisht se janë largue për jetë më të mirë nga Kashinani, se në Kashinan munguan të gjitha. Që kur u shpërbon komunat, fshati i munguan të gjitha, mori një goditje të thellë. Në pjeshkët e Kashinanit, nga ana e Levit, mund të gjirosh me bicikletë. Në pjeshkët, si heret apo vonë të kësaj zone, kanë verue mbi 23 stane. Pra, i thonë 23 tufë, sigur ka 200 të mdoja të vogla, himta e trosha, ato të pejnujta, kuptohet që po. Vetëm në fshatin e Arzit, që unë jam nga Arzi, kanë qenë në punë nën mëllëj ploje, nga heret e deri vonë, sot nuk ekzistoj. Arsye se një vërzitim. E ju sot do t'i zëvendësoni me hece private për muë gabim. E veritar, ju keni publikue një program të ri që quhet paketa e maleve. Me gjithë të komentat e nevojshme, shumë mirë, po mos vollë kjo paket aktivizohet. Aktivizohet pa rrugë, pa ujë, pa shëndetësi e të tjerat, e pa mbështetje të pushtetit vendor dhe atij qendror. Jo, nuk realizohet. Zonja Ministër, na jep një shpjegim Kashinanit, se po e largon nga fshati, nga trojet, nga tokat, nga burimet, nga vreshtat e të tjera. Rinis i ndërpreve shpresën për të ndërtue as sa mundën në trojet e tyre e tek burimet e tyre. Pra, ki projekt që ju keni formosur, ju shërben 1 apo 2 persona. E jo popullit në tërësi. Sa hecë bëhet fjalë?
E ndëruar zonja ministre, të kesh durim e ko, pyete njëherë deputetin e Partisë Socialiste, ish ministër i energjisë, zotin Viktor Doda. E përshëndesim me këtë rast.